Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë mbetur pa marrë shumë shërbime me punonjës të Departamentit të Teknologjisë Informative dhe administratorëve të sistemeve prej javësh kanë hyrë në grevë me kërkesën për rritje pagësh. Ata janë informuar me email se përgjigjet do të vonohen dhe komunikimi do të ndodhë pasi të përfundoj greva. Ismet Krasniqi, i cili është pjesë e parlamentit studentor, tha se greva mund të shkaktoj problem të madh studentëve që janë në prag të diplomimit. Nëse ka studentë të cilët muajt në vijim do të diplomojnë, nëse qoftë edhe këtë muaj, atëherë mund të hasin në pengesa në mënyrë tek sistemi kur e paraqesin për vijimin, por shpresoj që zyrtarët e IT-s do të gjejnë mirë kuptim për studentët në këtë fazë në të cilën gjenden, sidomos për këta studentë të cilët janë para diplomimit. Për efektet e grevës kanë folur edhe dekanët. Violeta Nushi, e cila drejton Fakultetin e Arkitekturës, tha se menaxhmenti ka nisur përpjekjet për të gjetur zgjidhje alternative për një numër shërbimesh. Zyrtari i Teknologjisë Informative mbulon funksione teknike të domosdoshme për funksionimin e rregullt të shërbimeve TI, të nevojshme për stafin akademik, administrativ dhe studentët. Megjithatë, pavarësisht sfidave, fakulteti po bën përpjekjet e nevojshme për të siguruar vijimin e proceseve bazike të punës. Për disa prej shërbimeve kemi gjetur zgjidhje të përkohshme, ndërsa për të tjerat jemi duke u koordinuar me rektoratin që të minimizojmë ndikimin e grevës deri në përfundimin e saj. E në Fakultetin Filozofik thanë se është improvizuar një zgjidhje për t'ju përgjigjur kërkesave të studentëve. Kemi të lashje në fakultet nga greva e zyrtarëve të IT-s, për shkak se mjaft njoftime kërkesa nga stafi nuk janë duke u procesuar, edhe pse mirë kuptojmë dhe i përkrajmë arsyet e grevës dhe kërkesat e grevesve. Kemi arritur deri diku të gjejmë mënyra alternative të kryerjes së detyrave të paraqitura, mirë po me shumë vështirësi dhe improvizime të përkohshme. Gjatë ditës, koha ka kërkuar informacione edhe nga fakultetet të tjera në lidhje me pasojat e grevës së punonjësve të Departamentit të Teknologjisë Informative dhe administratorëve të sistemeve të UP-s, por gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje. Përgjigje se si do të zgjidhet kjo çështje nuk kanë kthyer as në rektorat. E në Parlamentin studentor shprehen pritjen që rektorati t'i jap zgjidhje problemit.